Hi njerëz. Nuk e mendova që ka me fillu këtë vlog ishtu, po sot është data 15 janar. Nese kam shku të spitali. Pa në fund. Jo në lot gëzimet. Rilo nuk e besoj. Se ti, ashtu më kalu që të moment parasysh, tash 2 vjet e gjys, nuk e di. Këto orët e fundit nuk shtyhen kohë me dhimet që vinë kry. Se ti, kam shumë emocione. Du me thonë ja dola, po alo nuk mundë, derisa të marrë më kra. Sti. Besoj që të nata që e kanë kalu. Edhe janë kënë vendin të më kuptojnë. Se ti o sot sa shumë kam kalu. Jam të pa emrin e saj. Edhe me si presta shumë thomë. Kam shumë frikë, jo për vetën, jo për dhimbjet. Nuk më intereson. Thjesht kam shumë frikë si do shkoj gjallë. Thjesht du ta shoh t'ja një gjë qabe, t'ja marrë arome, t'a me një qi. Edhe për mu s'ka rëndësi basi gjë. Falni për flok, po jam këtu pastru deri tash edhe thjesht të ula të dhomë. Me pushu pak edhe mi të gjullë lëvizjet e saja. Dhe se besoj që sot e shnata fundit që ka më fjetë pate në shpi. Ja uroj çdo kujt ta provojnë këtë emocion, sidomos ata që kanë fujt dhe kanë pas humbje si unë. Sot të qoshim fort. Sto shifti më që. Ky është edhe barku. 36 janë fix. Morning njerëz. Sot është data 16 janar. Ora 7:37, në 8 kena me kënë të spitali. Ashtë pak natë, se s'ka zbarë drita la. Por jemi në kohë. Qa të thuash? Morning. Me falni për dritën. Për shnatë. Qa të thuash për se ta shifesh bebushë? Që me të thonë, si për bërësi me po. Sa po më borritëm, kemi marrë vetëm dosjen se valigjet e gjanat s'na tu njëherë për momentin. Të shojmë se si do na sistemojnë. Kus lejohet? Këtë spitalja? Tu me bina dhe. Pijej tu. Mos hina kë. Këtu kemi dritë tash. Ka dalë dhe i dalë. Është barku. Dhe këtë kostumin e kam pas që me Ardon, që e mora për fat. Sa po kemi kalu tek këto dhoma që jam të rrethuar me këtu, sepse këtu do rrim 15 orë të stimulimit. Derisa të hapën, më thonë që të fillon procesi i lindjes. Po monitorojmë bebin si gjithmonë. Kjo këtu shërben për ta shtyr. Lëviz baby si për shembull tani. Jeti shkojme me hunger. Do më falni ndoshta për videon jo profesionale dhe jo cilësore, por në bazë të dritës të vendit të mundësive, këto kemi jo. Hello. Ora është 11:30 më duket. Edhe
Sa po isha te mamia që bën i kontrollin se bëna monitorimin se që keni pa. Pastaj erdhi ajo sonografja pa nëse bebi është me kokë poshtë se na ka bën një surprizë edhe aqë me kokë lart, por ishte me kokë poshtë. Dhe pastaj hapi tjetër ishte që mamia të thret në dhomë të shef nëse je hap, sepse nëse je hap nuk ta vën dot stimulusin. Dhe pasi të shef ta vën stimulusin. Nëse je hap vetëm 1 centim e vën stimulusin, nëse ke fat të je hap 2 centim nuk ke nevojë për stimulus sepse ik direkt te salla lindjes dhe me të shpërthy ujërat. Dhe unë, o zot, nuk e di, ke beku 1 milion herë isha 2 centim dhe nuk kam nevojë për asnjë stimulus. Dhe më thonë që bebi ka fillu me dhënë indicjet dhe sa po të flasin midwife-ja, dhe më thonë mamia me pjesën e sallës së lindjeve, a ka shtritër, boshe, kapacitet e kështu. Unë e kam shku me shpërthy ujërat dhe hopefully kanë me fillu procesin. Nga momenti që kam shpërthy ujërat me Arlën dhe derisa ka lind, ka zgjat diku te 7-8 orë, por nuk e di këtë rrallë sa do zgjasin. Nëse nuk ka kapacitet do më duhet të rri këtu, por besoj që shumë shpejt do ju lirohet një dhomë edhe nëse nuk kanë. Por jam shumë e lumtur që s'kam nevojë për stimulus, o zot, faleminderit. Dhe më thonë jam aq e lumtur, edhe pse e di që ka bashku me vujt, edhe kam fillu dhimbit dhe çdo gjë. Por jam përsëri e lumtur, sepse do ta takojmë më shpejt, besoj. Dhe po, thash të tregoj. Inshallah ka kapacitet që të shkoj të veshëm, ndrohem edhe të fillojmë sa më shpejt. Edhe Arlu me zja të prit, më në telefon, a ka dojnë bebi, mami a ka dojnë bebi, edhe pak i tham edhe pak. Se di, o zot ndërë tonë. E di se kur fillojmë dhimbje nështë do kemë mundësi me marrë shumë, por kur të kemë kontraksione dhe pasi të kemë ata pushimet mes kontraksioneve që janë shumë vogla, 2-3 minuta, do mundohem të bëj një update. Well, the only thing I would need her for is every 6 hours she's on the monitor, but I'm doing it now. Thank you. Sa po ka marrë tek dhoma, edhe ora është, prej të shof, 5. Ora është 5, që në orën 11:30 që kam bërë update-in e fundit, thjesht kam qëndru në dhomë për të liru kjo dhoma këtu për mua dhe më në fund u lirua. Më thonë njëherë që s'do ketë lirim sepse nuk ka staf deri mas orës 8 që të ndrojnë shiftet, pra turnet, por shëqër zotit prap me fat e gjetit me përpara, pastaj po jo tregoj edhe se si duket, por ja ku jam. Isha shumë mrak se kishte një gjysore që s'po lëvizte, por sa po edhe një kik, e më duket jam ba pak me fiksime. Nuk kemi shumë dritë të mirë, ka vetëm këto dritat e vogla. Unë e po zhdumin, banja shumë e mirë, ka edhe vas, po jo për me lind, por ishte e mirë mu qetësu, dhe më duket që kjo këtu është me vendos bebin kur të lindin. Do më është identik si me Arlon. Jeti pa të shku në shpi me nga marri batenia dhe jastek edhe më nejt me Arlon që në para 2 orë, nga që nga këshin të kanë deri në 8, por tani po më mërë me hunger, para se të më nisin dhimbjet të mua, sepse s'pas ta i di që s'do jem gjanjët ha, dhe po vjenë. Unë po pres të monitorojnë dhe pasi të më monitorojnë, që do bëjmë? Do më shpërthejnë ujrat. Shpresoj që të vinë vetë kontraksione dhe mos të kem nevojë për më vua të kanelen, as si quhet ajo në dorë, për me fut atë hormonin që bjen kontraksionet. Oksitocin duke quhet, ndoshta tham gabim, por bëjlo të shkruar me këtu poshtë. Shihemi sërisht. Kam edhe tripodin makinë, kështu që jeti do i bi valigje tripodin edhe çdo gjë tani dhe në pas se s'do kem nevojë ta mbaj kështu, sepse jam lodh. Kjo është dhoma ku do lindi. Nuk është ajo me pishin, pasi për shkak problemit që kanë, duhet kjo dhoma që është me detaje për me pas monitorimin më të mirë. Dhe
Nuk e dija mund të hapet kjo për shembull me desh me fjet jeti, pavarësisht se s'besoj se kam me fjet sonte. Dhe kjo është tualeti. Dhe kjo jam unë. Që jam me 1500 milion emocione. Shumë e pastër, çdo gjë është perfekt. Thjesht në duhesh me orti. Mama, o dasuri, të morë të momit ti, ose sunte, ose hirit në gjithë, ki morë të momit jam e sigurtën, po ti do më narë me 17, do më marë mas 12, se unë e babi ja të bëmë 10 vite bashkë me 17, kime kënë dhurata ma e bukur e jetës tonë, në datën tonë. Unë po ja bëj babi dhurat, po babi që po më banë mu? Apo dhe babi ka kontribu. Kjo është monitorimi i fundit njerëz para se me shpërthyu hyrat. Dhe bebushja tash është të lëviz shumë. Sa po të shpërthejnë hyrat, që ose fillojnë kontraksionet dhe do kem mundësi do jap të për ndryshe jetë duhesh me jap të tuti. Sërma. Baby, mos e duj detin ma shumë se mua. Ora 7:15 e darkës. Dhe une jam kjo këtu. Atëherë më kanë shpërthy hyrat. Nuk kam as i dhim djalo, kanë bërë monitorimi 1 orë. Tash më kanë thënë me shku me hec, ora është 7:15 e darkës, pra, si që thash. Qa ke mërë që qeshë? Që si qesh me mu, dikur do m'lusin me da në video. Sa herë ke përmendur? Po ndash s'ka gjo. Ne do dalim, jo, e përmena prapë se thash do dalim të hecim dhe ka ora 8, pastaj do vim të ndhom qohim bigun. Që të bëjnë djetë? Nëse do mund të shoh se si dihet. Për momentin jam këtu edhe rob pijamin pa veshi. Dhe këto janë I have a rob pijama. çorapet e mia. Ma treg rob pijamin. Nice bag for the baby. Tim ka me që. Kam dashuri. Do të më filmoj njeti kur ti më të dha shpirt, më ne do përmenin urën. Kush sa ti ora. Edhe kësa po kemi live një banor që po jep shpirt. Hajde, bye. Ora po shkon 9. Nuk është se kemi ndonjë gjë serioze akoma. Por po shojmë Albert që ka me mba me lind me zër. O zot. Niko neve mu shkatru jeta. Mos i bën reklam. Ja. Jemi ullë të ky topi. Të thjesht ndjej që kanë ardhur ca ujëra, por asi gjë, ma mi hajde. Kontriboj fijet, në një mos. Sa ishte ora? Fix është ma bëndajt. Ja, fix. Qose nuk e shepë. Ora është 20:48. Qose Nova që gjatë dhe ora 10:30, ka kalluar dripin me mbruat hormonin dhe kontraksionin për urre inshallah, sepse kontraksionet që vinë nga ajo janë shumë të forta, janë pa kontrolin, nuk janë si ata normalet edhe i urre. Ja shoqër, hal banale, më duket më pushu në vesh.
Që jemi sërish. Mami e endi nuk din asgjë, as babi, as motra, as kush më në Shqipëri përveç njerëzve tjetër, sepse e din nga mami. Edhe shpresojmë që nesër mëngjes kur qohen të jemi me lajme. Hello mu. Sa ora se më ka hupuar? 11:20. Jam 3 centim. Po nga që nuk përparoj shumë vetë, kanë vu këtë drip me sjellën timat. Deri tash çdo gjë është e menaxhueshme, nuk ka shumë aromë. Po afrojnë orët dhe minutat. Se djetë do bëj update ma, por shpresoj që po. Drita s'kena shumë. S'kena pagu. Por mirë. Çfarë thon tjetër? You did so well. Well done, Christina. Well done, Christina. Oh, the shrimp. Oh, Wipe the baby. Stimulate the baby. Odrit, o jeta jeme ti Odrit. O shpirti momit ti